si një prej formave që mas shpeshti cënohet e drejta pronësore e grave, dhe përmes këtij hulumtimi na jemi shumë të interesuar me gjetë për me se çka i bjen, pse gratë hjekun dorë prej pronës. Pra, na nuk mujna me folja e marrin gratë pronën ajo, sepse prona mas pari nuk ju ofrohet grave në kuptimin që trajtohet si privilegj veçanërisht i djemve, jo si e drejtë themelore edhe djemve dhe vajzave. Kjo është një realitet për shumë grave në Kosovë, ma mirë me thonë për shumicën e grave në Kosovë. Qoftë në raport me prind, po qoftë edhe në raport me burrin, qoftë pas divorcit, pas vdekjes së burrit e kështu me radhë. Trashëgimia ose marrja e pjesës që ju takon grave nuk është fort realitet dhe forma më e shpeshtë që kjo bëhet është përmes heqjes dorë. Edhe tu e pa që realitet, tu e pa që vazhdimisht për vite të tona, pronësia e grave sillet e dikon 18-19% është për një me alarmante se nuk po ndryshon kur gjë, janë vazhdimisht 18-19% dhe nuk po ndryshon kur gjë. Në anën tjetër, sipas statistikave të vitit 2019, sepse aktuale nuk kemi prej institucioneve, vetëm 4% e grave kanë trashëguar pronë, që është me të vërtetë qetësuese dhe mendoj që shteti i dashur më marr sepse nuk mundesh me thonë okej, na e kemi bërë ligjet, janë në fuqi, tash me najt me bo se herë, nuk i takon shtetit me bo se herë, tu i pa gratë që duke qenë se kemi një shpërputhje, një hendek tepër të madh në mes të rregullimit ligjor edhe të realitetit në teren, shteti i dashur me bo diçka, duke qenë se nuk e ka bo, atëherë na po provojmë që me dalë, me taku gra, me taku notar, me taku palë të përfshime, në mënyrë që me ardhë me një qëndrim se çish duhet me u rregullu çështja e pronës, çka duhet me bo shteti për gratë.